Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Jemi sot këtu përsëri në podcastin ton të Liris në Okult. Do të flasim mbi një temë aktuale në Okult Aktualitet. Do të flasim për vdekjen e Papa Franceskut dhe do të hedhim një vështrim mbi aktivitetin e tij. Dihet që Papa Francesku ka ardhur në kryet të Vatikanit në vitin 2013, ndoshta në pranverën e 2013 dhe vdiq tash më 21 prill të vitit 2025, pra ka të qëndruar gati 12 vjet në kryet të Vatikanit. Është një pap që ka vizituar dhe Shqipërinë një vit mbasi u zgjodh pap në vitin 2014 dhe dha disa mesazhe dhe ka një bustin e vet këtu në një nga rrugët kryesore të Tiranës. Këto ditë bëhet varimi dhe njëkohësisht janë ceremonitë mortore në Shën Pjetër të Vatikanit. Është një pap që mbas 1200 vjetësh u zgjodh nga një zonë gjeografike, nga një shtet nga Argentina, jashtë evropian, dhe është papa i parë që zgjidhet nga urdhri i jezuitëve. Dihet që urdhri i jezuitëve është krijuar në vitet në mes shekullit 16 nga Ignaz Loyola dhe ishte një përpjekje që Vatikanin ta mbanin së bashku familjet italiane dhe familjet spanjolle dhe lindi si një pjesë revolucionare ose ushtarake, si një krah ushtarak i Vatikanit në mënyrë të fshehtë për të mbrojtur krishtërimin katolik në kohën e reformacionit, kur kisha protestante gjermane filloi të shkëputësh dhe britanike nga sundimi dhe nga rregullat e Vatikanit. Martin Lutheri dhe Henry, mbreti i Gjermanisë, babai i Anglisë, babai Elisabetës së parë, i cili ndoshta Henry VI, mos gaboj, i cili u shkëput prej Vatikanit dhe e futi kishën shtetërore britanike jashtë, duke quajtur kisha anglikane, ku pati disa probleme të mëdha në Angli, që përfunduan dhe me prerjen e kokës së mbretit 1648, i cili kërkonte të ruante lidhjet me Vatikanin. Vazhdojmë një çik me papën, çfarë aktiviteti ka pasur gjatë këtyre 12 apo 13 viteve. Vdiq në moshën 88 vjeçare, ka qenë një datëlindjes 1936, i dhjetorit 36, ka lindur në Buenos Aires. Është një prift jezuit që mori emrin e Papa Franceskut në vitin 2013 për nder të Shën Franceskut të Asisit, i cili është shenjtori i Italisë dhe ka lindur në zonën e Umbrias, në një zonë të periferike, dhe ka qenë një shenjtor i cili përmendet që ka jetuar në armoni me natyrën, ka jetuar si eremit dhe është përpjekur të afrohej sipas jetës të propaganduar nga Jezu Krishti. Në fakt, ka shumë njerëz që mendojnë se Papa Francesku i bëri një dëm të madh kishës dhe Vatikanit, por edhe besimtarëve dhe njerëzimit me ide të e veta të ekoimperializmit, të cilat i përqafoi dhe i propagandoi dhe ra në rrjetën e një oligarkie të vogël, e cila nëpërmjet teorive ekologjike dhe teorive të gjelbra të mbrojtjes së ekosistemeve kërkon të bëjë depopullimin dhe të ndjekë politikat maltusiane, duke quajtur në ngaja apo tokën të parën dhe jo njerëzit të cilët duhet ta sundojnë tokën dhe ta përdorin atë për të shtuar siç ju ka dhënë porosi
dhe Zoti në Bibël dhe Jezusi në porositë e veta në Ungjil. Është i quajtur në emrin e vet të fëmirisë Jorge Mario Bergoglio, ose Papa Francesku, sipas emrit siç e thash, të Shën Francesku, shenjtorit që ai adhuronte. Flitet që peshkopi Bergoglio gjatë kohës që ka qenë në Buenos Aires, gjatë kohës së juntës ushtarake të sponsorizuara nga familja Rockefeller në vitet 76-83, ka mbikëqyrur ato fushatat e torturës të drejtuara në atë që është quajtur në atë kohë, mos gaboj, operacioni Kondor, dhe eologjia ndoshta ndaj papës, apo fjalët që duhet të themi ne për papën sot që ai ka ndruar jetë, duhet të përcaktohen me një fjali. Ai e shndroi krishtërimin në një fe të Gaias. Ne nuk kemi asnjë paragjykim ndaj askujt dhe përpiqemi të themi të vërtetat tona, jo të vërtetat e Zotit, të vërtetat tona, sikush ka mendimin e vet. Por para se të fillojmë me këtë që sapo tham, me shndrimin e krishtërimit në fe të tokës ose në fe të Gaias, jo të njeriut, për cilin ka predikuar Jezu Krishti, do të doja ti kujtoja të gjithë ata që kanë hyrë rastësisht në këtë kanal, nga linkjet që ne edhim poshtë e përpjet, ti bëj një subscribe në qoftë se e ndjen veten sadopak në frekuencat e ideve tona të lirisë, në qoftë se këtu nuk ndihet rehat, urgjentisht të dalë sa më shpejt dhe të mos hyj kur këtu se mund të smuret nga mendja. Kështu që të gjithë ata që ndjen veten në këto frekuenca të bëjnë një klik, sepse ju na ndihmoni dhe ne ju ndihmojmë, sepse na krijojnë disa lehtësira nga YouTube-i. Nuk është problem lekësh si thonë disa, po është problem komunikimi, rritjes së komunikimit. Njëkohësisht falenderojmë të gjithë ata që sponsorizojnë emisionet tona dhe podcastin ton Okult, duke na ndihmuar që të vazhdojmë aktivitetin ton. Vazhdimisht në krahun tim do të dalin disa emra biznesesh të cilat kanë një karakteristikë të shkurtër të shënuar në logot e tyre, që ju të kuptoni që cili është aktiviteti tyre i shërbimit ose prodhues, dhe të hynin përmjet Google-it, komunikoni me këto kompani serioze që ne kemi përzgjedhur midis një morie më të madhe nga kërkesat që kemi patur për reklamim. I kujtoj njëkohësisht ata që na ndjekin jashtë Shqipërisë, fëmijët emigrantëve të cilët mund të kenë lindur ande ose kanë ikur të vegjël dhe mundet që e kuptojnë Shqipen me të folur, pasi janë mësuar brenda familjeve të tyre ta flasin Shqipen, por nuk e kuptojnë me të shkruar dhe duan të mësojnë të shkruajnë. YouTube-i tashmë i jep këto mundësi për të titruar ato që fliten në këtë podcast, madje mund të shikoni dhe në gjuhë tjetër nëse se kuptoni mirë Shqipen. Por që doni të mësoni se çfarë ndodh në Shqipëri, mund të shikoni me titra të një gjuhë tjetër aty ku jeni juve, pasi përsëri YouTube-i ofron dhe këtë mundësi të bëj atë përkthimin. Mirë, vazhdojmë me temën e papës, Papa Franceskut, i cili e shndëroi ose konvertoi ose ndryshoi krishtërimin në një fe të Gaias. Gaia është quheshe perëndesha e tokës në lashtësi në këto territore tona. Imago Viva Dei, shlirimi nga fuqitë mbajtëse. Koncepti i krishtërimit, që njeriu është krijuar në imazhin e gjallë të Zotit të krijuesit, ka qenë shtylla kryesore
e të gjitha rezistencave të suksesshme që bota shpirtërore ose selit kishtare i kanë bërë pushtetit toksor që të qindra viteve. Ky koncept dhe pasojat e tij ka pak steje që quheshin në gjuhën latinisht në përdorimin në gjuhën kishtare, që në fakt do të thotë mandati për të marrë pjesë në krijim, i kam frymëzuar traditat më të mira në krijimin e shteteve kombëtare dhe në arritjet revolucionare në arte, në shkenca e tjera gjatë jetës së perëndimit të krishterë, me që po flasim për krishtërimin katolik perëndimor. Çdo herë që njeriu ka shfrytëzuar këtë shpirt të mirësisë dhe këtë mandat për të marrë pjesë në krijim që e ka nxitur kisha katolike, pasojat pozitive kanë qenë të njëjta. Ka ndodhur që ka pasur më pak pushtet klasa oligarkike dhe më shumë mundësi për të rritur standardet e jetës së njerëzimit të thjeshtë. Dhe masat, turmat kanë pasur më shumë akses dhe liri, qoftë për qytetarët, po qoftë edhe për të gjithë kombet. Regjis i kërkoj që të nxjerrë një grafik ku të shikohet fuqizimi mbi natyrën, ja ku është grafiku, ku shumë viktima të sistemit ton edukativ oligarkik të sotëm janë udhëzuar të besojnë se ky grafik është prova që njerëzit janë në një kancer që po vrasin mikpritësin ton Gaia, tokën. Shikojeni grafikun, e keni të thyer në 400 vjet para Krishtit dhe më përpara keni epokën neolitike, mesolitike dhe paleolitike dhe fillon nga 100.000 vjet nga 10.000 vjet para Krishtit, 5.000 vjet para Krishtit, 500 vjet, 400 vjet, ku është thyerja e dytë. Dhe shikoni dhe numrin e banorëve. I keni të shkruara me radhë. Në çdo vit keni grafikun krahun e djathtë mbas 400 viteve të numrit popullsisë, ku ato shifrat që fillojnë nga 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 janë në milion banor, kurse poshtë keni vitet përkatëse. Mirë, vazhdojmë. Nocioni i fuqisë së krishtërimit ka qenë në shinjesër të Papa Franceskut, i cili në fakt ja ka kushtuar veten shkatërimit, duke transformuar krishtërimin, pra shkatërimit krishtërimit, duke transformuar ata në një mjet për adhurimin e tokës të Gaias. Dhe indirekt ka kontribuar për depopullimin dhe sklavërimin e njerëzve. Pra, është bërë pjesë e ka bërë Vatikanin dhe krishtërimin katolik pjesë të oligarkive të vogla për të nxitur një sklavërim modern kundër njerëzve me teoritë e gënjeshtra që hapin elitat të cilat sot me teknologjinë e avancuar kërkojnë të zhdukin kancerin, siç e quajnë ata, të tokës, e cila është bërë që ata ta shfrytëzojnë që është ky kancer njeriu, siç u thash më përpara. Duke ju referuar marrëveshjeve të Parisit, Papa Francesku, marrëveshja për klimën,
kanë marrë pjesë 196 vende të ndryshme të botës dhe kanë nënshkruar, ku Trumpi i kanë nxjerrë Shtetet e Bashkuara nga kjo marrëveshje sepse është kundër këtyre politikave që kanë ndjekur Papa. Është fushata Go Green, domethënë bëhemi të ecim drejt jeshilleqeve. Papa Francesco e përshkroi rëndësinë ndaj kësaj fushate Go Green, duke shpalosur atë që quheshe pra agenda e gjelbër, duke thënë një alternativë tjetër nuk u ka. Ne mund të arrim objektivat e vendosura nga marrëveshja e Parisit vetëm nëse veprojmë në një mënyrë të koordinuar dhe të përgjegjshme. Pra, po të mos zbatojnë këtë marrëveshjen e Parisit, ishe i papërgjegjshëm. Këto objektiva, thot Papa, janë ambicioze dhe nuk ka kohë t'i shtym akoma. Sot është koha që të marrim vendimet e nevojshme, vëllezër. Për rastin që dikush mund të kishte idenë për të ringjallur politikat nacionaliste në kundërshtim me forcat globaliste të epokës post-shtet kombëtar, Papa u shpreh. Ne mund të përballemi me këto kriza duke u tërhequr në izolacionizëm, proteksionizëm dhe shfrytëzim. Atë që po bën Trumpi tash, izolacionizëm dhe proteksionizëm. Dhe mund të shohim në to një mundësi të vërtet për ndryshim, një moment të vërtet konvertimi dhe jo vetëm në një kuptim shpirtëror, dhe këto gjenden ke politikat unifikuese dhe bashkuese. Do të flasim një çik për një enciklik papale që quhet Laudato Si. Ka një apel për konvertimin e shoqërisë drejt veprimeve për klimën në enciklikën Laudato Si të vitit 2015 të prodhuar nga Papa Francesco për të sjellë një ngjyrë të gjelbër për krishtërimin, të çuditshme, të papar, duke e transformuar atë, pra krishtërimin, në një etik tjetër të re, ku njeriu uleshe në nivelin e çdo pjesë tjetër të ekosistemit të madhërgajas të tokës, dhe ky njeri nuk kishte asnjë atribut të veçantë mbi insektet e ndryshme, zogjtë dhe gjytarët e xhunglës. Ishte i barabartë me ta. Shën Francisku i quante vëllezër të gjithë milingonët, krimbat, luanët, zebrat. Dhe asja nuk duheshe prekur dhe duhet të jetonim si eremit pa prishur asnjë lloj burimi të nënës Gaja. I lutem regjis një foto ilustruese që ja u kam dhënë, ja ku është enciklika Laudato Si. Në këtë enciklik, Papa drejtoi një goditje direkt ndaj nocionit të vjetër dhe të tejkaluar të krishtërimit, që e shihte dhe e kishte parë me shekuj njeriun si një krijesë hynore të lindur me një shkëndi prometheane në shpirtin e vet, duke thënë: Papa, një paraqitje e pasakt e antropologjisë kristiane ka sjellë një kuptim të gabuar të marrëdhënies midis njeriut dhe botës. Shpesh ajo që u soll ishte një vizion promethean i zotërimit të njeriut mbi botën. Këto janë fjalët e Papës. Ky etos i ri që Papa Francesco shpalosi mbi të krishterin, e shihte njeriun pra jo si një specie që mund të tejkalonte kufizimet e natyrës, siç bëri Prometheu kur i bodhi zjarrin Zeusit, perëndis tiran, dhe këtë zjarr ia dha njerëzimit.
Në botkuptimin e Papa Franceskut, njeriu përcaktohet jo nga këndvështrimi që ne kemi mësuar ta shohim në Krishtërim, por nga këndvështrimi i Zeusit, që njeriu ishte një krijesë që duhej të mbetej ignorante, të mos popullohej, mos shtohej në numër, dhe të ishte i lidhur në mënyrë të pashmangshme vetëm me ekosistemin në të cilin ai kishte evoluar dhe mund të evoluonte. Nëse ekosistemet e tokës impononin kufizime për të gjitha speciat sipas variablave të ndryshme që janë në një habitat, si hapësira, ushqimi, disponueshmëria e burimeve, atëre si pas këtyre priftërimve të rinj të gjelbër, sekular të rendit të ri, botëror, njeriu duhet të ishte një lloj si çdo specie tjetër. Natyrën nuk duhet ta konsideronim ndryshe, përveç se një figurë të nënës Gaia, Mother Gaia, që nga kohët e lashtra babilonase, ku lutja e hapjes së enciklikës Laudato Si theshte: Lavdit ty, o Zoti im, përmes motrës tonë, nënës tokë, që na mbështet dhe na drejton. Pra nëna tokë na mbështet dhe na drejton te ekosistemi, hapësira, burimet, ushqimet, dhe që prodhon fruta të ndryshme me lule dhe barishte të ngjyrosura. Kjo motër tani duhet të qaj prej nesh, për shkak të dëmeve që ne i kemi shkaktuar asaj, do të thoshte Papa në enciklikën Laudato Si. Njëkohësisht në këtë linjë ka qenë edhe një guru i mbretit Charles të Anglisë, që ishte Vandana Shiva, priftëresha e ekofeminizmit Gaia, e cila e lavdëroi shumë enciklikën Laudato Si, duke deklaruar Vandana Shiva, një guru që mbështet shumë këto agjendat e depopullimit maltusiane. Jo vetëm që lexova enciklikën e Papa Franceskut Laudato Si, por ka marrë pjesë në dialogun në Vatikan për mënyrën se si të përcaktojmë ekonominë, si të kalojmë përtej ekonomisë së indiferencës. Kur lexova Laudato Si, ndjesha se kur po lexoja tekstet tona të lashta vedike, veçanërisht Atharvaveda, për detyrën tonë për të pasur respekt për tokën dhe të gjitha krijesat e saj, thotë Vandana Shiva. Në vitin 2020, Papa Francesku mbikëqyri Bashkimin e Vatikanit me një entitet të dyshim të lidhur me Forumin Ekonomik Botëror, WEF, që ju e dini tashmë se çfarë është ky forum i pakicave për të sunduar shumicën dhe për të bërë depopullim dhe kontroll sipas agjendës 2030. Ky bashkëpunim quhet Këshilli për kapitalizmin përfshirës, gjithëpërfshirës, inkluziv, kështu e ka emrin, dhe udhëhiqej nga një person i cili pas 2 ditësh kandidon për të bërë kryeminist një mostër i cili quhet Mark Carney në Kanada. Ky ka drejtuar gjithë agjendat e gjelbra dhe ka qenë njëkohësisht edhe kancelar i Bankës Kombëtare të Kanadas dhe të Anglisë, një mik i madh i familjes mbretërore dhe i mbretit Charles. Në këtë këshill të kapitalizmit inkluziv të drejtuar nga Mark Carney dhe Lina Forester de Rothschild, nga familja Rothschild, ndoshta e keni dëgjuar të emrin, për të promovuar veprimet kolektive, siç thonë ata, të destinuara për të çuar në një ndryshim sistematik duke e bërë kapitalizmin një forcë më të madhe
me inkluzivitetin e vetë dhe me qëndrueshmërinë e vetë. Tu keni një foto, ju lutem regjis, një foto ku duket Papa me këshillin për kapitalizmin inkluziv. Pra, Papa në vend që të mbrojë interesat e shumicës, mbron interesat e bankierëve dhe të një pakicë në kraun, në një krah të Papës, në kraun e djathtë të Papës, shikoni Lina Forester de Rothschild, ajo femra bjonde, dhe aty ngjitur me të është dhe Mark Carney, mostra Mark Carney, i cili ka detyra të mëdha nga elita botërore për të shkatruar Amerikën. Kemi folur në 2 emisione se kush është Mark Carney, ata që duan të shikojnë, mund t'i ndjekin para 2 javëve, kemi dhënë 2 emisione ose 3 emisione për Kanadan. Këtu, në këtë takim, zonja Rothschild deklaroi: "Ky është një partneritet historik i ri midis disa prej liderëve më të mëdhenj të investimeve dhe biznesit në botë, si dhe Vatikanit, duke bashkuar imperativat morale dhe ato të tregut për të reformuar kapitalizmin në një forcë të fuqishme për mirëqenien e njerëzimit, në fakt për mirëqenien e oligarkëve, edhe për skllavërimin e njerëzimit. Këshilli udhëhiqet nga një grup i ngushtë liderësh botëror të cilët e quajnë veten rojtar. Dhe këtu janë CEO-t organizatave më të fuqishme botërore si State Street, Bank of America, Johnson & Johnson, Rockefeller Foundation, Ford Foundation, Merck, British Petroleum dhe shtëpia bankare Rothschild ose Rothschild. Nuk janë njerëzit pararoj në pikpamjen morale që ne mund të imagjinojmë, por ata që kanë qenë pjesë për dekada për duke punuar për fuqizimin dhe kontrollin e elitave mbi shumicat e popullsive në botë. Po, për çfarë konvertimi bëhet fjalë nga ana e Papa Franceskut që bota të angazhohet për të mbështetur marrëveshjet e klimës së Parisit dhe jeshilizimin e ekonomisë globale? Ai ishte ky pranimi vlerave kristiane të mishëruara në mesazhin e Krishtit që ai theshte duhet të afërmin tënd, duhet Perëndin. Ai ishte ky konvertim që kërkonte Papa Francesku, pranimi i thirrjes anti-imperialiste të Krishtit, i cili theksonte dëboni këta fajdegjint nga tempulli dhe ngrini të smurët dhe të varfrit nga shtrati. Nëse vlerësohet qëllimi i takimeve COP26, që është ai takimi në Skoci, në Glasgow, në vitin 2021, me një marrëveshje në pranverë të 2021-shit, ose në vjesht, për të mbrojtur ekosistemet natyrore, dhe nga Forumi Ekonomik Botëror që i jep të këto orientimet këtyre takimeve, ku njerëz si Mark Carney po udhëhiqnin këtë transformim të njerëzimit në një shoqëri të resklevrish në atë që quhet ekoimperializëm, dhe nëse e shohim kështu, ka një përgjigje që bie erë të keqe më shumë se sa era dashuri nga takimet që bëjnë këta me këto agendat jeshile. Ka një qëllim anti-zhvillimor në summitet e COP-it, pavarësisht se këta thonë për të ecur shoqëria përpara, në fakt është për të frenuar shoqërinë
dhe për të paksuar burimet e energjisë dhe zhvillimin ose mbajtjen e industrisë në sasit dhe cilësit e tanishme të prodhimeve. Duke pretenduar të reformonin një sistem politik, ekonomik dhe sigurie dhe të vlerave kulturore, përreth një rendi të ri global që këta synojnë të realizojnë Forumi Ekonomik Botëror dhe këto takimet COP. Iniciativat e COP 26, pra të vitit 2021 në Glasgow të Skocisë, kërkonin që të bëheshin objektivat të detyrueshme dhe të zbatuara për uljen gjoja të emisioneve të karbonit me mekanizma të rinj të qeverisjes globale. Mark Carney ka kërkuar që të mblidhen $135 trilion gjatë 30 viteve të ardhshme për të ulur emisionin e CO2-s me 80% krahasuar me nivelet e vitit 91, siç i kanë ata objektivat, nëpërmjet përdorimit të mullimeve të erës, paneleve diellore, impianteve të biokarburanteve dhe rrjetet të tjera të gjelbra mbi sipërfaqen e tokës. Një gamë e gjerë kombesh pritet që të bllokojnë tokën e tyre për të mbrojtur ekosistemet dhe për të ndalur edhe ndërtimin e digave pranë lumenve për shkak se prisheshe ekosistemi. Sistemet bankare po rikonfigurohen nga këto marrëveshje ku bëjnë pjesë dhe bankierët e gjelbër të Mark Carneyt për të kanalizuar financime drejt sistemeve të shtrenjta të energjisë së gjelbër, ndërsa ato kompanit që do ndotin ambientin do të paguajnë dhe që prodhojnë dioksid karboni mbi normat e lejuara, ato do të zhduken dhe shfarosen nga eksistenca e tyre. Mark Carney ka bërë të ditur se një element kyç për këtë ekonomi të re antikarbon është ndërtimi i indekseve të reja të karbonit që të gjitha kompanit priten të ekspozojnë dhe të tregojnë shkallën e virtytit tyre të gjelbër, duke u bazuar në një gradim me ngjyra për çdo kompani, nga e thellë e gjelbër deri në kafe, ku do të ketë 50 nuanca në mes dhe çdo kompani do të përcaktohet me një ngjyrë mbi bazën e të cilës do të paguajë dhe mbi disa kritere të tjera do të paguajë taksën kundër karbonit. Pra në varësi të pozicionit të ngjyrës që ka kjo kompani, do të përcaktohet niveli interesit që do të paguajë në bankë ose nëse mund t'i jepet apo jo kredi nga këto banka në qoftë se ngjyra i afrohet shumë kafes. Carney e ka shpalosur këtë sistem të ri në vitin 2019 dhe ka thënë: shpalosjet e klimës duhet të bëhen të plota. Menaxhimi i riskut të klimës duhet të transformohet dhe investimi i qëndrueshëm duhet të bëhet pjesë e zakonshme e aktivitetit ekonomik të çdo kompanie. Ato kompani që do të parashikojnë këto zhvillime dhe do t'i marrin parasysh gjatë aktivitetit të tyre, sigurisht që do të shpërblehen shumë mirë. Ato që nuk do të veprojnë kështu, do të pushojnë doradorës së ekzistuari. Pra, e gjithë kjo po bëhet me besimin e supozuar dhe të pasaktë shkencërisht që do të mbajë temperaturat 1.5 gradë më poshtë se temperatura mesatare vjetore e niveleve paraindustriale. Pra, rreth viteve 1830, 1840, pra do të mbahet ajo temperaturë para 175 vjetësh ndoshta. Injorohet gjithashtu fakti se CO2 nuk është një tregues që luan ndonjë rol shkaksor në ndryshimet e temperaturës dhe ne le të shqyrtojmë ndikimin që këto marrëveshje globale të gjelbra do të kenë mbi jetën e njerëzit. Energjia e pasigurt
dhe me cilësi të ulët që merret nga fermat e mullimeve me erë dhe panelet diellore, është më ulët se cilësia e energjisë që merret nga termocentralet me naftë ose ato me energji bërthamore. Këto burime energjie të gjelbra në fakt mund të funksionojnë në mënyrë të kufizuar në sektor rezidencial të një ekonomie, por sektorët e transportit, sektorët e industrisë që konsumojnë më shumë se 50% të energjisë elektrike, të shoqërisë industriale, nuk mund të funksionojnë me energji nga era dhe diellore, sepse një mulli apo një sistem me panele diellore nuk mund të procesojnë ose të prodhojnë çelik në për metalurgjit, pasi fuqia dhe cilësia e energjisë që këto prodhojnë shumë e dobët. Dhe duhet haruar që me këto impiante të gjelbra të prodhimit të energjisë mund të furnizohen ndonjëherë trenat e fuqishëm elektrike apo me levë magnetike si quhen. Nxehtësia e rinovueshme është shumë e ulët. Dhe çdo shoqëri që është e mjaftueshme për të mbyllur stacionet e saj të ndotura, siç i quajnë këta, për shkak të përdorimit të naftës, të gazit natyror dhe energjisë bërthamore, duke i zvendësuar këto me rinovuesit e gjelbër, do të ketë një paralizim të përreshëm të sektorit industrial të vendeve të zhvilluara me industri të zhvilluar, dhe nëse vendi, një vend, një shtet, një territor është i pazhvilluar, do të përfundoj duke marrë grumbuj me para si rishfet për të nënshkruar marrëveshjet e gjelbra COP26 të Glasgow, siç e ka mbështetur Boris Johnson në këtë marrëveshje kur ishte kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar, duke e dënuar Britaninë që të mos ndërtoj kur asnjë industri të rëndë në të ardhmen. Duhet të mbajmë mend se mullim të merë dhe panelet diellore funksionojnë me një kapacitet 26% në një ditë të mirë dhe mund të bien deri 1% kapacitet kur dielli nuk ndriçon dhe kur nuk fryn erë, duke ofruar një krizë që do të përfshijë Evropën dhe vendet të cilat e kanë përqafuar këtë ideologji të gjelbër. Unë dua t'ju tregoj një grafik, ju lutem regjia, ku duket tu përdorimi i energjive të ndryshme si një faktor i burimit energjetik në vitin 2020. Unë dhe shikoni me kujdes aty, fillim kini energjinë nukleare, geotermale, me gaz natyral, me fuqi ujore, me qymyr, me erë dhe energjia diellore. Renditet e fundit për kapacitetet prodhuese. Këshilltari për çështjet e sigurisë të Rusisë, Nikolaj Patrushev, e ka kritikuar këtë absurditet të agjendave të gjelbra, duke thënë: kriza energjetike e Europës ka treguar se teknologjitë ekzistuese nuk e bëjnë të mundur përmbushjen e kërkesave ekonomike vetëm përmes burimeve të energjisë së rinovueshme të gjelbër. Europa, një rajon industrial, është treguar e paaftë që të zvendësonte qymyrin, naftën dhe gazin me centralet e energjisë erore, diellore e tjera. Efekti përfundimtar i kësaj politike antishkencore është një ulje masive e mundësive të njerëzimit për të mbështetur 8 miliard shpirtrat e tij. Është dhe shkatrimi i sovranitetit të kombeve dhe shkatrimi i mundësive për të realizuar mandatet për të ngritur njerëzimin nga varfëria, mjerimi dhe dëshpërimi, të gjitha këto në maskën e mbrojtjes së mjedisit. Por
ja vlen të bëjmë një pyetje ndoshta. A është mandati i marrëveshjes së Parisit për të krijuar një skem globalizimi të karburantizimit të vërtet mbi qëllime të ndeshme për të ruajtur mjedisin dhe për të mbrojtur të varfrit? Pra, heqja e karburanteve, a i shërben kësaj? Dhe për ta lidhur me atë që filluan temën me Papa Franceskun, a janë përpjekjet e Papa Franceskut për të rinovuar gjithë kishën katolike rreth agjendës së gjelbër, të drejtuar vërtet nga dashuria kristiane siç ai e përmend shpesh, apo ka diçka më të errët që ndodhet prapa? Do të përmendim një çik themeluesin e klubit të Romës, i cili klubi i Romës është një klub që është krijuar për depopullimin dhe i jep gjithë këto agjendat jeshile. Një nga themeluesit e saj është Sir Alexander King, i cili në vitin 1991, 30 vjet ndoshta mbas themelimit të klubit të Romës, bëri një deklarat duke thënë: ne ishim në kërkim të një armiku të ri për të na bashkuar të gjithë elitën e shoqërisë dhe kështu ne erdhëm në idenë që ndotja, kërcënimi nglojës globale, mungesa e ujit, uria dhe të tjera si këto do të ishim faktor të përshtatshëm unifikues mes nesh. Të gjitha këto rreziqe shkaktohen nga ndërhyrja e njeriut dhe mund të kapërcehen sipas asaj që ne gjetëm të përbashkët vetëm përmes ndryshimit të qëndrimeve dhe sjelljes të politikave tona. Pra, armiku i vërtet ishte vetë njerëzimi dhe ky duhej luftuar. Dhe për këtë u zgjodh agjenda jeshile ose ulja e kapaciteteve produse të cilat sigurisht në qoftë se duhet të ulet energjia që i prodhon këto kapacitete produse. Vatikani në fakt ka pasur një traditë anti-maltusiane në politikën e vet, gjatë cilën e shkeli Papa Francesku. Shumë vite më përpara, një vizion i shëndetshëm është shtyrë gjithnjë më përpara nga liderët e kishës që e kanë parë rrugën, për shembull gjatë luftës së ftohtë, si një përpjekje për të poshtur varfërinë dhe për të shmangur luftrat globale. Ka pasur shtetarë besnik katolik si Enrico Mattei, inxhinieri i madh i naftës që u ekzekutua në avion me një bombë, John Kennedy, i cili ishte presidenti i parë katolik, i dyti që Joe Bideni, Konrad Adenaueri dhe Charles de Gaulle, të cilët të gjithë kanë qenë katolik dhe emra të mëdhenj të viteve 50-60 në Evropë. Këta luftuan kundër një shteti ideologjik maltusian brenda kombeve të tyre aty ku ndodheshin në ndikimin e kishës katolike, si një terë e cila ishte përfshirë në një betejë midis ideologjive kundërshtare gjatë shekullit të 20. Ata që u udhëhoqën fraksionin humanist gjatë këtyre kohëve të turbullta, si do mos pas vrasjeve dhe grushtave të shtetit të emrave që përmendëm më lart, si Enrico Mattei, si John Kennedy e tjerë. Lufta e ftohtë, pra, për Vatikanin nuk do të thoshte thjesht të zgjidhje po anën e komunizmit ose të kapitalizmit, siç pritej nga shumë njerëz sipas rregullave të teorisë së lojës, por strategjia e tyre e kishës katolike mori një zgjidhje shumë më morale. Në enciklikën e Papa Gjon Palit të dytë, Laborem Exercens e vitit 1981, termat e dikotomisë manikeiste të luftës së ftohtë u vunë në pa nga Papa që synonte
dy ideologji të kundërta, të cilat vuajnë në fakt nga helme të kundërta, por një lloj shkatruese. Nga një anë, enciklika kundërshtonte sistemet që vlerësonin lirit e individit mbi mirëqenien e shoqërisë, siç ishte doktrina hedonistike e laissez-faire të ideologut të ekonomisë Smithit, i cili shkrojti librin e tij të famshëm në vitin 1776, Pasuria e kombeve, dhe ideja e tij ishte lëreni tregun të lirë, të cilat i përqafuan tash në fund neoliberalët, dhe për cilin kemi dhënë një emision si neoliberalizmi në fakt ishte globalizëm. Nga ana tjetër, Papa Gjon Pali i dytë synonte materializimin shkatërues të materializmit dialektik të Marxit dhe e vlerësonte atë vetëm në tërësi, por në një kundërshtim të plotë me respektin për shenjtërinë e individit. Papa Gjon Pali II mbrojti principin kristian që ishte udhëzimi në Gjeneza 1:28, kur e thret njeriun duke thënë: "Jini të frytshëm dhe shumoni dhe mbushni tokën dhe nënshtrojeni atë." Pra njeriu ishte mbi tokën dhe toka ishte një skllave e njeriut, dhe jo njeriu një skllav i tokës. Nëse vërtet do të mbetemi besnik me besimin se njeriu është krijuar në imazhin e gjallë të krijuesit sipas formës së tij, dhe nëse e kuptojmë krijuesin si një qenie të gjallë dhe krijuese, pra Zotin, dhe jo si një tiran impotent që ka krijuar rregullat e universit dhe nuk merr më pjesë në procesin e krijimit, atëre duhet të themi disa të vërteta si shumimi duke mjaft qartë, por të qenurit të frytshëm ishte konsiderata më e rëndësishme nga porosia që është dhënë në Ungjil. Shumim do të thotë sasi, pra rritje e sasisë, por jo cilësi. Kurse të qenit i frytshëm do të thotë cilësi. Prandaj në enciklikën Papa Gjon Pali II ka shkruar: "Përmes punës, njeriu duhet të fitojë bukën e tij ditore dhe të kontribuojë në përparimin e vazhdueshëm të shkencës dhe teknologjisë, dhe mbi të gjitha, për të ngritur gjithmonë nivelin kulturor dhe moral të shoqërisë në të cilën ai jeton në bashkësi me ata që i përkasin të njëjtës familje. Dhe puna do të thotë çdo aktiviteti i njeriu, qoftë me dorë, manual pra, ose intelektual, çfarë do qoftë natyra ose rrethanat e saj. Kjo do të thotë që çdo aktivitet njerëzor mund dhe duhet të njihet si punë në mes të gjitha aktiviteteve të shumta të cilat njeriu është i aftë dhe të cilat ai është i predispozuar nga natyra përmes vetë natyrës njerëzore." Pra, kjo ishte pjesa më e rëndësishme e këtij diskutimi që ne sollëm sot, duke përfshirë nënshtrimin e tokës dhe përparimin shkencor dhe teknologjik që duhet të aplikohet nga çdo individ, shtet dhe komb, për të ngritur dhe forcuar kapacitetin e tyre dhe për të siguruar një përparim pa kufizime në të gjitha drejtimet. Koncepte dhe parime këto të krishtërimit të cilat Papa Francesku i ka ndryshuar dhe me aktivitetin e vetë, si që thamë, i ka shërbyer elitave të vogla globaliste kundër asaj që duhet të jetë feja të mbrojë njeriun e thjeshtë. Këtu besoj që i kemi nxjerrë disa konkluzione dhe unë kam nxjerrë disa materiale të cilat i përmenda dhe i citova këtu pa pasur asnjë paragjykim fetar apo
kundrejt papës, por duke u përpjekur të isha objektiv dhe duke mbrojtur këto ide njëkohësisht i shërbej dhe të krishterëve dhe katolikëve, të cilët janë pjesë e jona, flas për njerëzit e thjesht dhe ashtu si populatat e tjera të cilat nga këto ideologji të pakicave mund të apsojnë, po kështu mund të apsojnë dhe populatat e gjera katolike, sepse gjithë njerëzimi janë vëllezër dhe të gjithë duhet të punojnë të bashkuar për t'i ndalur këto agendat të pakicës kundër shumicës, aq më tepër agenda kriminale të cilat synojnë vrasjen, eliminimin e shumicës së popullsisë, të 5 të shtatave apo të 7 të tetave duan që t'i eliminojnë dhe ata që ngelen t'i kontrollojnë dhe të përdorin teknologjinë e lartë artificiale të cilën janë duke e zhvilluar nga koha në kohë dhe synojnë që në të ardhmen të mos ketë shumë njerëz mbi planet, por më shumë të ketë robot. Edhe njerë të nderuar shikues, ju kujtoj atyre që kanë hyrë në këtë kanal në podcastin e Liris Okult të bëjnë një klik atje ku thotë subscribe, të mos harrojnë para se të dalin nga kanali ynë. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim në emision në radhës.